Një hap i rëndësishëm për zhvillimin e turizmit dhe promovimin e pasurive natyrore dhe kulturore të qarkut Shkodër është bërë realitet. Këshilli i Qarkut prezantoi butimin më të ri që ka ardhur nën kujdesin e kryetarit Edmond Ndou, guida turistike e qarkut Shkodër, një butim që fton çdo vizitor dhe qytetar të njohë më thellë bukuritë dhe historitë e këtij rajoni të pasur me tradita dhe vlera unike. Ky butim nuk është thjesht një hartë apo listë vendesh për të vizituar, është një ftesë e hapur për të zbuluar bukuritë dhe shpirtin e kësaj treve. Është një udhtim që nis me një faqe, por zgjohet me dëshirën për të prekur tokën, për të dëgjuar gjuhën, për të shijuar traditat dhe për të ndjerë historinë që flet në çdo cep të këtij qarku. Si Këshilli i Qarkut, mbetemi të përkushtuar jo vetëm në promovimin e këtyre pasurive, por në ruajtjen dhe zhvillimin me respekt dhe me vizion. Kjo nuk është thjesht një detyrë institucionale, është një mision qytetar dhe kombëtar. E pranishme në këtë aktivitet, deputetja e qarkut Shkodër Gjenis Qela, duke cilësuar këtë butim jo kontribut më shumë për turizmin dhe sfidat që ai ka përpara, garantoi se për Shkodrën do të jetë gjithmonë një zonë në kuvendin e Shqipërisë. Ky butim i Këshillit të Qarkut mendoj nuk është vetëm një material informues, por është një urë që lidh vizitorët me pasuritë tona natyrore, historike, si dhe kulturore. Turizmi është sot një nga shtyllat kryesore të zhvillimit të Shqipërisë. Rritja e numrit të vizitorëve vit pas viti është dëshmi e qartë e këtij potenciali që Shkodra ka. Shkodra me historinë, natyrën, traditat si dhe mikpritjen unike ka gjithçka për të qenë një destinacion mjaft tërheqës për hartën e turizmit kombëtar si dhe atë ndërkombëtar. Uroj që kjo guid të shërbejë si një udhërrëfyes frymëzues dhe si një thirrje për ta promovuar, për të investuar, por për ta vizituar dhe për ta përjetuar Shkodrën në gjithë bukurinë që ajo ka. Rektori i Universitetit Luiç Gurakuçi, profesor doktor Tonin Xhuraj, duke vlerësuar butimin e kësaj guide, foli edhe për kontributin që i lind këtij institucioni të jap në këtë drejtim. Të vlerësoj lart qasjen dhe leadershipin e kryetarit të qarkut Shkodër dhe ekipit të tij që në vimësi për hir së vërtetës kanë ditur që të nxisin dhe të kultivojnë një frymë bashkëpunuese dhe përbashkuese brenda territorit të qarkut të Shkodër. Unë kam qenë vetë prezent në disa takime ku qarku me gjithë bashkitë e territorit kanë qenë në një harmoni të plotë, sepse janë disa prekupacione siç është turizmi për shembull sot, apo siç janë çështjet e mjedisit, apo të energjisë, apo të infrastrukturës që dalin përtej linjave politike. Të pranishmit, pedagog, operator turistik dhe përfaqësues të pushtetit vendor, vlerësuan nismën dhe theksuan rëndësinë që ka bashkëpunimi për të forcuar më tej pozitat e qarkut Shkodër në rajon, në sektorin e turizmit dhe jo vetëm. Guida e qarkut Shkodër është një thirrje për të zbuluar, për të investuar dhe për të kontribuar në forcimin e Shkodrës si një destinacion turistik.